Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Përshëndetje dhe mirë se ju gjejmë Koloreto, mirë se erdhe, unë jam Blerina. Thashë theme të gjitha, ne nuk të falim. Ne të falim, sigurisht. Por duam fakte. Po, Për shembull, nuk besojmë dot thashë themet. po, për shembull është ta zëm një politikan me emrin Vulkan. Po, sigur Po se kam themi- në vë. Vulkan Vuxhuti. Po, Ta zëm. po, Edhe për cilin flitet që ka një video. po. Dhe flet gjithë Shqipëria për bën lajme për atë videon. Tani do më gjeni këtë videon, ju lutem shumë. Kush e ka parë këtë videon? E për shiko, sa Pra, tregojmë kush ka ca një pazare, nuk e nxjerrim dot. Do ta nxjerrim, po nëse nuk bjem Pra të dakord. presim që dikush të vi nga pazaret me ku diun të lër, Po. specat, të trangujt, ku diun gjërat në shtëpi dhe pastaj të na Po. çoj videon. Ky është propozimi jot Blerina. Unë refuzoj të jetoj në një shoqëri ku flitet për një video Dhe nuk që se ka parë e askush. shohim. Se ka parë askush ose të paktën nuk kemi një burim të besuar. Ku ti beson ti në Shqipëri? Unë vetëm njëri ti e di. Muhamet Veliut. Jo, jo. Ati në krah të djathtë. Pra ati që shoqëron Muhamet Veliu vazhdimisht është Pa. ai gjati. Ai që i bën hije. Po, të roj partia, se Të roj harruam partia, ta themi po. Pra, është një video, po ku është kjo video? Pra, a ka mundësi Është në analet e policisë, besoj. pra ti mendon që ka përfunduar në analet e policisë si video? Aty përfundojnë shumë video. Nuk jam shumë i sigurt e dashur Blerin, megjithatë unë vazhdoj të ngul këmbë që Unë besoj që ka qenë një mbledhje jam partie. shumë i lumtur të flas për çdo mbledhje me parti, pa parti, regjistruar. me prezervativ, pa prezervativ, për çfarë lloj mbledhje që të ketë qenë, por me fakte. Me fakte. Dakord. Ashtu dhe. Po mirë, më fal. Tani. Pse për çfarë kemi fakte ne këtu që duhet kemi fakte për këtë gjë? Ashtu. A është ky një emision ku flitet me fakte? Jo. Jo. Prandaj ju lutemi shumë, torroj partia, ne jemi një lloj ky- si gjithë partia, ne flasim pa fakte. Nuk është asnjë shtet ku flitet me fakte. Pse ti papritur vjen nga Suedia tani, nga veriu i Shqipërisë, nuk e di nga erdhe. Ashtu, për Suedin të flas shumë gjatë, pak më vonë, Okej. sepse është një debat shumë i madh në Suedi, çfarë është Suedia? Unë them ti japim zgjidhje. Do ta zgjidhim sot në këtë emision. Do të thënë është absolutisht do ta zgjidhim, por fillimisht unë propozoj të hapim, si më thon, ke parasysh kur bëjnë këta njerëzit e muzikës, kryesisht këta klasikët, që bëjnë ca vokalica në mëngjes. Aha. Unë do shoj që e bëjnë për inat të komshive, se duan të shqetësojnë komshit. Megjithatë ata thonë që e bëjmë sepse Hapim zërin. Hapim zërin, mbajmë kordat. Mbajmë kordat, si më thënë, në funksione të tjera. Kështu ne si do ta hapim zërin? Ne me një çfarë kemi dashur DJ? Një vars Me çfarë do ta korosi hapim? shofun këtu. Mirë, jemi kthyer përsëri. Kolo, do ta shpalosim Patjetër, depresionin e listën. këtij vendi, po. Pra, nëse në një vend si Kanadaja, që është ku diun, 15-20 fishë jon, nuk e di sa është. Po them jo vetëm si hapësirë, po si hapësirë është 100 fishë jon, por edhe si popullat. Ti duhet presësh 6 muaj që të ndodh diçka që të duket vërtet interesante. Që të elektrizoj. Këtu 6 orë dhe janë shumë. Pra Ç'kem mbledhur në këto 6 orë? Ndodhin me ritëm çdo 6 orë ndodhin ngjarje. Për shembull, Dhe është mendosh jemi drejt verës, ë? Se sigur bien pak këto ngjarjet këtë nuk e vendos as ti as unë, këtë e vendos Spaku. Pra Spaku ka ngjarje që mund të kishin ndodhur në shkurt, vendos mbyllen zgjedhjet, pastaj na shqetësoj me kriminalët. Aha. Dhe më duket gjë e mirë, sepse pse duhet ta shqetësosh ti bandën e Durrësit, ta heqësh nga votimi. Në kuptimin, Pak se tu presësh ditë të për drejtën e pak, po. votimit. Lëre ta hedhin votën aty me ndershmëri, siç e kanë zakon gjithmonë. Pse çka ka ndodhur Kolo? Jo, ishte ky operacioni antidrog Aha. në Shqipëri dhe Itali që u pritën, si më thon, ai i famshëm për cilën u pritën të mbarojnë dhe zgjedhjet. Dhe janë lëshuar 52 arreste, ku diun, avokat, zyrtar, policë, namizi domethënë. Gjithta njerëz që votuan ndershmërisht për zgjedhje. Dhe gjë që më pëlqeu shumë ishte, meqense nuk merremi dot me thelbin, do merremi me sipërfaqen. Më pëlqen shumë pseudonime që përdornin trafikantët. Ha. Po, Për të më shembull, pëlqen këto. Un jam shumë fans i trafikantit i cili quhej Gjyshja. Dhe palet histori fshihet. Për shembull, ai Sepse mund të bëj petulla shumë të mira, si të gjyshes. I bën petullat Blerina, i ka çik të mëdha, ka të paketuara mirë, domethënë është me ku diun gjysmë kile petulla, dhe i shpërndan dhe kanë shumë sukses nëpër botë, Po, petullat e tjetër? këtij. Emër tjetër? Po ka për shembull është Bisha. Bisha. Ka dhe pak bullizëm brenda pseudonimeve. Është njëri që i thoni Shëndoshi, po pse më Mund të ketë Po jepi mundësi të tash apo konsumon kokainë për ditë?
A thonë që kokaina të dobëson dhe të bie dhe dhëmbët? Kush i ka dhëmbët e vënë në këtë vend? Mos ka ironi brenda? Prisë shkova largu në dhëmbët, do të thënë se se thonë që gjithë qeveria ka dhëmbët e rënë, por nuk besoj se ka nga kokaina. Uroj shumë që të mos e ketë nga kokaina. Jo, është ajo buzëqeshja hollywoodiane që ka pushtuar ekranet, nuk ka lidhje me këtë. Tani më vjen shumë mirë që e ngritë deri në nivel Hollywoodi, por e vërteta është që është një buzëqeshje bollywoodiane. Me Bollywood. Ta ketë pasur për këta kjo shefja policisë zvicerane që ka thënë kokainën në Europë kontrollon mafia shqiptare, apo e ka me ca të tjerë? Mafia shqiptare? Po ç'është mafia shqiptare? Nuk e di, kjo thot. Unë s'e besoj. Shif kush i ka dhënë më të rënd parlamentet dhe jepi përgjigje kësaj. Të t'jap dhe një tjetër pseudonim? Po. Seriali. Po. Po kjo nuk është ai. Të thashë, ore është që është. Po fute një këngë birë. Kompletoje figurën tënde. Mos e ka për kopertur. Mos nuk do të dalloj që është këngëtar edhe bën si trafikant droge. Unë mendoj që ky është këngëtar, por nganjëherë nuk këndon. E kuptoj. Dhe kur s'këndon e kap depresionin dhe bën gjëra që ndoshta edhe pendohet, siç mund pendohet në rastin konkret, kur besoj se është brenda. Po nuk e mbaj mend ky seriali ishte apo si ishte te grupi këtyre që si më thon, u mbërthye. Po. Pas e kemi këto gjërat e vogla, jo Nuro, jo, ku diun, jo Prasi, jo ky. Don, si më thon, një grup simpatik, edhe do thosha unë edhe kreativ. Po. Operacioni si quhet, dhe operacionet janë interesante ndonjëherë. Operacioni quhej ku diun. Prase mund të ishte. Jo, operacioni quhej mos fal. Okej. Para zgjedhjeve. Pra, do ky më duk lajm shumë i bukur. Ndërkohë gjërat e zakonshme, të përditshme, historitë do thoya unë deri diku të rëndomta dhe banale në Shqipëri, zbulohet një shtëpi bar në Fier, arrestohet pronari banesës dhe punojnë si OSHE-s. Ose SHE-s, më fal. Këta shkojnë dyshe zakonisht. Këta të OSHE-s gjejnë gjithmonë një patronazhojnë një pronar të shtëpisë barit. Në gjuhë të huaj quhet martesë konvenience, se s'po vjen shqip. Pra, le ta quajmë një martesë me përfitime, po. Si po thon, përfitime. Unë uroj shumë që të ketë kjo familje, pra ndërmjet familjet e reja të krijuara ndërmjet punëtorëve të OSHE-s. Dhe këtyre që kanë një shtëpi bosh dhe duan ta mbjellin me hashash, unë uroj shumë që të trashëgohen, bëjnë dhe sa më shumë goca se i duan Shqipërisë. Kemi të dhëna. Po, jemi në fund të tremujorit të parë, pra tremujori i parë ka kaluar, por është momenti të vjelim shifrat. Po. Ka me dhënca të dhëna. Nga e keti? Po një njohim në një pusë mbushim kovën të gjithë. Statin. Un kam diçka për të divorceve. Jo, un kam për numrin e makinave për familje. Shiaku na që nga i pari në rang vendi, sepse shiaksit ndoshta edhe nga frika e tërmeteve kanë dëshirë që ta kalojnë jetën në makinë, parkuar, nuk e ndezin. Po thjesht do të trinë makinë, secili makinë vet. Ndërkohë që me Malia është i fundit, që më duket edhe kjo shumë normale sepse mbase s'ka njerëz aty apo s'ka lidhje me këtë. Blejna, nuk e di a ke qenë në Memaliaj? Nuk e di a ke qenë ndonjëherë në Memaliaj. Thonë që ky Jeff Bezos po çon njerëz me Memaliaj me raketa. Po gjithë me Memaliajin, po ta palosësh, mirë, çik me kujdes domethënë. E palos dhe fut gjithë në një bagazh makine, gjithë me Memaliajin. Dhe kjo është arsyeja pse nuk ka shumë makina. Po kjo puna e divorceve si. Po pra, pas kemi një hartë të divorceve, ku në 61 bashki në vendin ton, ato të jugut janë shumë më të avancuara dhe ato të veriut janë më të prapambetura në numër divorcesh. Pra, jugu shthuret, divorcohet shumë lehtë se sa veriu. Si me thënë, janë të lirë apo janë të shthurë? Do me thënë, martesa të shthurura, të zgjidhura. I zgjidhin shumë. Më shumë kollaj. E kuptova. Pa shumë kokçarje. Tani kam një pyetje. Po. Kur kanë bërë këtë censusin dhe kanë marrë vesh divorcet, i kanë pyetur turistët çek që janë, si më thon, janë naturalizuar sarandiot. Pse thua që ata e kanë ulur mesataren e jetë gjatësisë së martesës? Unë mendoj që ata na kanë shthurur sarandën. Këta të çekis. Por a mund të bëjmë një lidhje ndërmjet numrit martesave dhe divorceve dhe numrit të shqiptarëve që vojnë nga hipertensioni? E sigurt që në një mënyrë do ta bëjmë. Nuk është edhe në statit, kështu që
mund të shkojmë pak të sigurt në këtë, është nga ISHP-ja, Instituti i Shëndetit Publik, ku thuhet që 39, pra si bie me 39, gati 1 në 2 shqiptarë gjysmë, them 2 shqiptarë gjysmë, them 2 të gjatë edhe një njeri mesatar, vuajnë nga tensioni, ku vuajnë është një fjalë shumë demode. Unë themi që janë martuar me tensionin e lartë. Dhe divorcohen nga partnerët për ta lidhur me. Po, sigurisht edhe rritjet e kolpot e mëdha të tensionit zakonisht merren gjatë edhe pas periudhës së zgjedhjeve. Pra ja çfarë i bëjnë zgjedhjet Shqipërisë? E çojnë në hipertension. Më pak para, më shumë prona. Sa vrull more bëj Blerin me çaf. Ishte një kështu. Desha ta kaloj marrin frym. Me një frymarrje të thellë sepse ndihmon në stabilizimin e tensionit. Më pak para, më shumë prona. Thot lajmi, shqiptarët investojnë më së shumti në pasuritë patundshme. Dhe këtë doja ta lidhja me një tjetër lajm i cili thotë që nga 1 korriku 2025 do të shtrëngohet kjo puna e marrjes kredive. Bolt, një shtëpi secili mjafton. Po ja, po pse duhen kredit Blerina? Pse duhen marr kredit? Shko 3 muaj në Londër zotëri. Hajde bli shtëpinë tënde. Pra ky është incentivi i qeverisë. Më pak kredi, më shumë shtëpi bar. Kjo është prapavia, prapaskena. Po këto janë gojë e liga, kështu thon, po unë as që u besoj sigurisht. Se tani që i ndërtuam kush do na i blej? Blerina, rëndësi ka që këto gjëra po ndodhin të gjitha mbas zgjedhjeve. Gjithë këto shtrëngimet, gjithë këto lërimet. Pas kemi një lajm që ka i zi fare, 120 fëmijë humbasin çdo vit në Shqipëri. Ti do thuash se Shqipëri ku në çdo vend që ti jesh ka gjithmonë një shtëpi, një ndërtesë. Por Shqipëria nuk ka më vende të fshehta ose të virgjëra ose të paprekura, po ama humbasin 120 fëmijë çdo vit. Humbasin për të mos u gjetur kurrë apo për shemb, po lexoj këtu që 12 kanë 30 vjet që nuk gjenden më. Po. Pra këta mund të jenë bërë dhe gjyshër, ndoshta ndërkohë. Nuk janë më fëmijë. Do zoti janë gjallë. Ç'do të them? Kjo është Shqipëria e si më thon Shqipëria jonë europiane. Unë mbylla me lajmet e zeza, kam sa të tjerë të zeza, po nuk e dia. Një lajm i zi banti i atyre fëmijëve të Gramshit. I rëndishte, po nuk ma treste dot. Jo, nuk ma treste dot stomaku. Jo, unë thjesht po prisja në dorëheqje në gjë, po jo, s'ka. Po tani kush fal. Gjeli, domethënë gjeli atyre pulave kush do cilat pula mund të heqin dorë, mund të japin dorëheqjen? Domethënë e vetmja përgjegjësia ngelet brenda pulave. E vetmja gjë që mund të themi është që kopshti u mbyll, kështu që tani fëmijët do t'i mbani të sëmurë në shtëpi. Që është gjithsesi një zgjidhje shumë praktike nga ana e institucioneve. Më mirë në shtëpi se në spital. Më mbyllim. Po. Lajmet e tjera të zeza Blerina kemi plot, por unë thash le të ndalemi me këtë të fëmijëve të smur. Po. Se është ai italiani shkret që erdhi për të hequr nervin. Edhe erdhi për të ngordhur nervin në një klinik këtu, domethënë dhe vdiq vet. Domethënë ngordhi, i më keq, domethënë si më thënë, erdhi për dhëmbin, po ngeli dhe vet. Po, e kuptova. Hero. Të nuk e kisha dëgjuar. Në një klinik dentare në Tiranë. Por edhe ky besoj, edhe për këtë unë them që pulat e këtij vendi duhet mbajnë përgjegjësi edhe për këtë. Edhe për këtë. Largohemi. Mirë. Për të balancuar pak më vonë, do të vim edhe me lajme të mira, por këto ishin, si më thënë, paketa e lajmeve standarde normale të Shqipërisë. Ja të shohim se ç'na kanë përzgjedhur nga regjia për Kedos. Çfarë kemi Kedos tani? The Evil and Mr. Jones, Spoon. Publiku të fal duar trokitje zemre. Po ku ekziston publiku sot në dy? Sot janë gjithë performues. I vetmi që duket që është publik, bub me bub. Unë jam një publik i vetëm. Sepse qelloj që rri aty, si më thon, rri në divan dhe pres çfarë do bëjnë të tjerët. Po gjithë Shqipëria është në performancë të vazhdueshme, domethënë cili është publik këtu se kuptoj, jemi gjithë performues, apo e kam gabim? Fare. Ashtu dhe. Dua që të ndrojmë pak tani Kolo. Me sy mbyllur, me sy hapur, me gisht në gojë, me sy hapur, ëndrat në diell, në gojë, me çfarë, domethënë në çfarë lloj metode do ndrojmë në stilet shqiptare them. Me sy hapur gjithmonë. Ashtu qoftë. Jepi. Po, do merremi me 10 gjërat e javës dhe jemi bazuar mbi një deklaratë. Kryeministri ka një veti shumë interesante. Kur është i qetësuar nga zgjedhjet, pra ku zgjedhjet kanë dalë ashtu siç e ka hedhur falla ai, ka thonë shef Tarot, thotë po, dua kaq mandate. 82.
84. E donte 84, po e dogje një çik, po s'prish punë, do e gjej atë. Atë të 84-tin do e gjej. Por më njëherë pasi heq këtë stres, Po, pra na heq neve si stres, fillon edhe lëshon. pastaj bën konkurrencë me Jeff Bezos. Ai dërgon raketa në hën, ky çon veten në hën. Dhe në një nga deklaratat që bëri, nuk e di se ku e kishin marrë në intervistë, un kapa vetëm këtë pjesën, sepse kam pamundur Se vetëm ti dëgjon këto, unë se pash. Se Jo, dëgjova unë që lexoj titrat. Se unë i mbyll gjithmonë veshën. Pra unë përpiqem ta lexoj atë zotrin, dhe kur ta dëgjoj. Dhe një nga gjërat që pas kështon në këtë intervistë ishte që Shqipëria së ardhmes do të jetë Italia e re. Dhe fjalia çfarë pin këta mor zot është gjithmonë aktuale, edhe pse ka shumë vite që përdoren në Shqipëri, për gjithë ata njerëzit që flasin kështu çapraz. Unë tani përveç, po kam një pyetje, po do ta bëjmë fund, nuk ka problem. Le të ndërrojmë si fillim. Italia, Shqipëria do të jetë Italia e së ardhmes. Le të lexojmë ëndrat e kryeministrit. Kur ai thot Shqipëria do të jetë Italia e re. Çfarë ka parasysh? Ashtu dhe. Kush do fillojë? Do Ka fillosh ti? parasysh për shembull faktin që ne jemi të gatshëm të jemi Italia e së ardhmes në Evropë, sepse kemi infrastrukturë të posaçme që mafia të lulëzoj me vënie bombash dhe rrëmbime kryeministrash si në Italinë e viteve 70. Në këtë pikë unë mund të them që vërtet ne do jemi Italia. Jemi aktualisht Italia e re. E do vazhdoj të jemi për shumë kohë. Po. Unë mendoj që një lloj si Italia, Pse kot flet ai? e cila ka ca fenomene kataklizmike natyrore, ku diun ka vulkane për shembull. Neve çfarë duhet vulkani? Ne kemi tërmetin. Ne kemi tërmetin i cili kërcënon vazhdimisht kulturën dhe zonat përreth me si më thon, me përmbytje, Me lavë. me lavën e vet, po. Ose ke singëlloj. Ndjes nuk e kisha në atë sens. Unë kam parasysh për tërmetet që bien në Shqipëri her mas here. Nuk e di për kë ke parasysh. Nuk e di ku të shkon mendja ty. Ne do të jemi Italia e Evropës dhe do të na vinë italianët pleq, ngjeshur në përanie sheqeri për ngordhje nervi, siç po na vinë tani italianët në Shqipëri. Pra do të jemi Italia sepse do kemi një eksod italianësh drejt Shqipërisë, Eksakt. mendon ti. Kurse unë mendoj që ne jemi Italia e re aktualisht, sepse themi atë atë pjesore quhet ajo çfarë quhet ajo? Xhaja e famshme italiane, xha. Për shembull, që në shqip do përkthehet tashmë. Ne e përdorim më shumë se italianët. Xha. Po, xha e përdorim këtë fjalë më shumë se sa e përdorin vetë italianët. Kështu që ç'na mungon ne? Gati jemi. Për qenë italiane, po. Po gjithashtu ne kemi mikroshtetin fetar Bektashi, e kemi gati. Mungon vetëm që Baba Mondi të bëhet Baba Luani i 16. Edhe kur them 16, them sepse 15 të tjerët janë Luan të vërtetë dhe i mbajnë familjet mafioze shqiptare si kafshë shtëpiake. Kështu që ja, ku e kemi edhe Vatikanin ton. Blerina, kur themi Shqipëria do të jetë Italia e re, pra kur ndrojmë, kemi parasysh edhe femrën e parë kryeministre. Kush do jetë më? Do jetë Rama me ti, me parruke. Po ta bëj tranzicionin e plot. Po lëre ta përfundoj tranzicionin. Do jetë edhe masi ka kryer gjitha gjërat në këtë vend, masi është çdo gjë në këtë vend, është kryegastori, ku diun, krye Batutaxhiu, kryeministri, kryesekretari, kryepastruesi, ku diun, krye gjyqtari, krye shefi i rojeve në Durrës, etj. Shumë shpejt do të jetë kryeministria e re. Jemi gati, Kolo, jemi gati tim Italia e Evropës në shumë pak kohë, sepse Giro d'Italia do të vazhdoj të organizohet çdo vit këtu. Siç ta dish, ciklistët italian, ciklistët e gjithë botës në fakt, nuk kishin të ngopur me duhmën e lanës. Edhe jo vetëm kaq, por do sjellin edhe Sanremon, do ta bëjnë mu te amfiteatri i Liçenit. Nga kënaqësia e madhe. Po sigurisht. Dhe atyre do të çojmë këtë sezonin ciklistik Shqipërisë, që mos i lëm pa gjë atë Italinë e vjetër. Po. Edhe do të çojmë edhe festivali i RTS-s. Që mos i lëm pa gjë. Ne do të jemi Italia e re sepse ka filluar reforma elektorale. Ka filluar ta kthej Shqipërinë, hartën e Shqipërisë në një formë çizmeje. Ku çizme janë bastionet e PS-s. Gjithashtu ti e di që ne kemi më shumë Ferrari këtu se sa në Itali. Ai sa dhe fabrika do zhvendoset nga
Maranello, aty ku është, do vi drejt e në Mamurras. Nuk e di si e shefti këtë, por Mamurraselo. Edhe atë pistën në Elbasan e kemi gati? A e kemi? Pistën e Blerina të gjitha i kemi gati. Ashtu dhe. Si më thon, mungon vetëm, si më thon, transfuzioni final. Do të bëhemi Shqipëria do të bëhet Italia e re, sepse ne më në fund do të ndërtojmë edhe ne do të ndërtojmë më në fund versionin ton të kullës së Pizës. Dhe ky do të bëhet me dosjet e Spakut, të stivuara te Lulishtja prapa kryeministrisë. E ke parasysh se çdo te kulla Pizës, turistët që shkojnë dhe mbajnë në rastin konkret nuk do bëjnë sikur e mbajnë, do vjen ta mbajnë atë shpirgun e dosjeve të qeverisë, do vinë ta mbajnë me vërtetë, domethënë, sepse aq i madh është shpirgu i dosjeve të korrupsionit të qeverisë sa që nuk mban dot si kulla Pizës. Na mbajtshin evropianët. Po. Dhe së fundmi, ishulli i Sazanit, Kolo, do të bëhet më shumë kapri se sa vet kapri. Kjo është në fakt një pikë që ha debat, sepse ishullin e Sazanit ja kemi dhënë Amerikës tashmë, apo jo? Po ç'i duam ishujt ne? Po ç'i duam breakdating, po ç'i duam gjadrin. Te japim atyre që din ta përdorin më mirë. Pyetja ime vetme është. Prit, se kam dhe unë një të fundit. Më fal. Ndjes. Kam dhe një të fundit. Jepi. Ne do të jemi Italia e re, sepse do të kemi edhe ne një David. Si ai Michelangelo. E kemi. Nuk do e kemi. E kemi. Vetëm në por nuk YouTube. Kemi skulpturë, thuhet që Anri Sala do vijë dhe do bëjë skulpturën e kryeministrit ton Nudo, që do vendosim në mes të bulevardit. Asa, me si po e pres. Po. Vetëm për këtë. Dhe ky do jetë Davidi jonë i ri dhe, si më thon, Davidi i ha, si më thon, i ha kokrën e ullirit këtij tonit, sepse ky e kalon dhe kalon Davidin në të gjitha përmasat dhe parametrat. Tani. Përveç kaçurrelave ndoshta. Nëse ne do bëhemi Italia. Po. Kush do jetë Shqipëria? Kush do bëhet Shqipëria dhe ku do shkojnë shqiptarët që të ikin nga Italia? Blerina. Se ndoshta se ke kuptuar. Italia e re do të jetë zona kryeministri. Pra do jetë një trekëndsh. Kryeministri, Surrel, piramid. E kuptoj. Ç'a ngelet jashtë? Ç'është jashtë, pra këta që janë në Italinë e re, do mund të emigrojnë ndoshta, si më thënë, në Laprak, në kombinat e të tjera. Jam shumë e qartë. Të gjitha këto ishin spekulimet tona në lidhje me çfarë ëndra ka parë kryeministri kur tha në një intervistë që Shqipëria do të jetë Italia e re e së ardhmes. Do të ikim që këtej me dashurinë time të madhe turke. Kur them timen dhe të familjes time. Edhe kjo në trekëndshën Zonja Çurre. Kjo është jashtë trekëndshave, kjo është kreta. Është një nga këngëtarët më simpatike turke, Nil Ibrahimgil. Për të mos folur për ujin e përzier me salmonel, po. Le t'i lëm. Po gjë më rrezikshme në këtë vend është uji i përzier me ujë. Pra po pive ujë të përzier me ujë dhe njëri nga këta është ujë çezbe, salmonelën, të thuash ku është? Eja salmonel, më merr. Kthehemi tek libërthi, tek arti. Tek letërsia. Po, te letërsia meqense e para troj partia, të rroj gjithmonë. Dhe dyta meqense kemi të pamundur të sjellim pikturat e. Po. Po, se kur flasim për atë zhanër artistik kemi detyruar të flasim për gjëra të tilla të parëndësishme si letërsia. Po, dhe të ulta. Derisa të gjejmë mënyrën se si të fusim pikturat e tij apo vizatimet e tij edhe në këtë rubrikën tonë artistike. Kisha një libër këtu në duar Blerin. Ja ku e kam. Vazhdoj të jem me librin e Rumena Buzharevskës, shkrimtares shkupiane, e jashtëzakonshme. Libri titullohet Burri im, është në qarkullim në treg në Shqipëri prej disa javësh. Po e përsëris edhe një herë, është një nga librat më të mirë që kam lexuar. Përkthyes është Kreshnik Kajazi. Jo, ja futa kot. Kajazi është prokuror, që kam fatin ta njoh edhe personalisht, por përkthyes është Kreshnik Ajdini, më fal. Ajdini, mirë, ju afrova. Kreshnik Ajdini, po mirë, tash aty afër. Tani ky prokurori mund të përkthej ndonjëherë. Është që është. Rri. Pse mos përkthej? Dhe unë Blerina do doja që të lexoja një burr tjetër. Një nga burrat e Rumena Buzharevskës, botimet Kandra, po. Tregimi titullohet Gjenet. Gjithmonë kur Neno bënte diçka të keqe, Gensho ia vinte fajin dikujt familjes sime, gjyshit tim.
në shumtën e rasteve. Janë gjenet, thoshte. S'ke si të shmangesh atyre. Kjo ndodhte sepse gjyshi im ka qenë vjedhës dhe kumarxhi, ka bërë dhe burg. Kur u lirua, gjyshja ja doli ta përzinte nga shtëpia. Një herë ai hyri i pirë në shtëpinë e saj. Gjyshja ime po lante të bien 4 vjeçare, ti me më. Gjyshi hyri, rrëmbeu gjyshe me forcë dhe rrahu, duke ia thyer dhe hundën. I mbeti e shtrëmbër për gjithë jetën. Pastaj ai hëngri një alemet druri nga vëllezërit e gjyshes dhe nuk u kthye më. Pas disa muajve dikush e doqi të gjallë në shtëpinë ku jetonte me gjas për shkak të borxheve. Genço e përmendi gjyshin tim për herë të parë kur Nenadi vodhi një çokoladë në dyqan. Ishte 4 vjeç. E zum duke ngrënë çokoladën në kabinën e dushit, i fshehur prapa perdes. I shkreti. Pavarësisht gjitha prapësive të vogla, pavarësisht vështrimit të tij mosbesues dhe ngërdheshjes cinike, ai dukej shumë i lezetshëm kur e shihej ashtu të përlyer me çokoladën e shkrirë, të cilën e shtrëngonte në xhep, duke qëndruar me këpucë mund mes të vaskës. Genço, fillova të bërtas kur e pash. Neno u tremb. Edhe pse ishte një fëmijë i guximshëm dhe gjithmonë përpiqej ta mbante fshehur si frikën, ashtu dhe ndjenjat e tjera. Kur fillova të bërtas, ju zgurdulluan sy dhe nisi të dridhej. Genço erdhi dhe gjeti Nenon me çokoladën e ngrënë për gjysmë në dorë. E ka vjedhur, e spionova djalin. Pak më parë kur ishim dyqan, më kërkoi t'ia blej. I thash jo, dhe tani e shoh që e ka marrë vet. Genço, emri i cilit është Evgeni, krenohet me fisinkrinë e tij. Thotë se nuk ka gënjur kurrë, se nuk ka vjedhur asgjë në jetë dhe se është njeri i dhimbsur. Nomen est omen, thotë shpeshherë. Fytyra e nxi. E kapi Nenon për bluze dhe tërhoqi nga vetja. Çokolada i fluturoi nga dora dhe i ran bask. Genço e mbante me një dorë, ndërsa me tjetrën filloi të arriten prapanic dhe në këmbë. Djalë hajdut, në shtëpi nuk ka, kuptove? Çdo fjalë theksonte me nga një goditje. Neno rreket i shmange goditjeve duke lëvizur kolçet përpara, mirëpo Genço mbante me forcë që të mos i largojë. Mos guxo ta bësh edhe një herë tjetër një gjë të tillë. Bërtiti pasi përfundoi me goditjet, ndërsa Neno e hapi gojën në formën e shkronjës O dhe filloi të qante me Z. Do ende të tra, kërcënonte Genço, edhe pse shija se nuk e kishte të lehtë të rrihte të birin. Jo, klithi Neno. E nxora nga tualeti, duke menduar se të gjithë fqinjët tani do ta kishin marrë vesh se ç'kishte ndodhur, sepse nga aty dëgohet gjithçka. Lut Zotin që të mos e marrin vesh se ka vjedhur, mendova, përndryshe nuk do ta lejojnë më të hyjë në asnjë shtëpi. Neno u shtri në shtrat dhe u kthye nga muri. Qante në qetësi dhe nuk reagonte kur e prekja. I mbajta një ligjërat për arsyet pse nuk duhet të vjedhte. I thash që nëse do të vjedhte do të përfundonte në burg. Dhe si e pash që nuk reagonte nga prekjet dhe fjalët e mia, dola nga dhoma e fëmijëve dhe shkova atje ku rrinte Genço në dhomën e ndenjes, me sytë e drejtuar nga televizori i fikur. Ndoshta nuk duhet të rrije, thash. Është shumë i shqetësuar. Po ti nuk je shqetësuar që të bir vjedh? Pastaj, a nuk më thirre për ta zgjidhur situatën? Pse përtisje? Genço, më imitonte duke shtrembruar gojën. Pastaj nuk të vjen mirë kur marr masa? Përse nuk bën ti diçka? Ma akuzoi. Ndoshta duhet ja kisha bler çokoladën, thash. Ai nuk duhet të vjedh. Nuk ka rëndësi ja blejmë gjërat apo jo. Këtë duhet ta ketë qartë. Prandaj e mori këtë mësim. Genço ndezi cigaren siç bënte kur ishte shumë nervoz. Edhe me këtë rast përmendi gjyshin tim. Në fakt nuk e përmendi, por e dija se mendoi për të. Gjithmonë e kemi mësuar me vlerat e vërteta, e kemi edukuar me shumë vëmendje dhe kujdes, më shumë se fëmijët e tjerë. Por ndonjëherë di kjo s'ka lidhje me ne. S'ka të bëjë fare me faktin se si është edukuar. Këto janë gjenet, unë e di. Këto janë tiparë që përcillen nga brez në brez, tiparët familjes. Tha dhe më lëshoi një vështrim kuptim plot. Nuk ishte hera parë që i përmendte gjenet. Besonte se çdo popull kishte tiparët e veçanta gjenetike, që bëjnë të sillet në një mënyrë caktuar. Madje kishte teori mbi gratë një populli, ndonjëherë edhe mbi burrat, që polakët janë lakmitare, amerikanët krenare, se bashkëshortet më të mira janë maqedonaset, ndërsa bashkëshortet më të këqij janë malazezët. Por më keq nga gjithë, fliste për grekët dhe
skiptarët. M'fal, dhe shqiptarët. Është ky shqiptimi shqiptari. Po. Paqë, domethënë që është kështu e forma ofenduese në ish Jugosllavi. Grekët i urrente, por nuk ishte asgjë konkrete për të thënë për popullin, përveç se që burrat janë të imët dhe të zinj, ndërsa gratë kanë prapanicat të mëdha. Në përgjithësi për ta thoshte se janë hajdut të historisë. Ndonjëherë pinte me miq dhe fillonte të fliste për Maqedoninë etnike dhe të godiste me grush mbi tryez. Mua nuk më interesonin shumë këto biseda sepse kaluara nuk ka ndonjë domethënie për mua dhe e kuptova se as miqve të tij kjo nuk u interesonte, sepse filluan të largoheshin. Sipas jush, pse flas kaq shumë gjuhë, u thoshte. Pse I kuptoi të gjitha gjuhët? Ai vërtet ja kishte dalë të mësonte në mënyrë autodidakte disa gjuhë europiane. Hajde, e dim që je I zgjuar, e ngasmoni miqt. Ndërsa I tunte kokën dhe lëvizte majtas djathtas gishin tregues. Sepse rënja çdo gjuhë është maqedonisht, thoshte. Megjithatë fjalët më të këqija I kishte për shqiptarët. More. Jam primitiv dhe gjakpirës, thoshte. Të vendosur dhe kokfort. Kam dhe unë miq shqiptar. Nuk janë gjithë një lloj. Por janë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe një ditë do të na hanë të gjithëve. Fliste I bindur. Nenadi, pra çuni I vogël, nuk pushoi së vjedhur I her pas here gjëra të vogla. Dhe atëherë Genço filloi ta përmendte haptasi gjyshin tim. Gjeni psende të fshehura në shtatin e tij apo në dollap, mes rrobave, lodra dikujt, kryesisht figurina, lapsa, çokoladë, çopçakës, fotografi. Këtu po e lë historinë e këtij djalit 4 vjeçar që edhe pse u rra nga jati, vazhdoi të vjedhte. Por është një analizë shumë e bukur e një familje ku babai e mban veten për të ndershëm, panjave gjeneve të gruas. Gjyshit. Shqiptarët janë njerëz problematike tjera. Plot me stereotipe. Kjo ishte një shkëputje e një tregimi gjenet nga libri I Rumena Busharovskës, Burri im në treg, ju rekomandoj ta blini. Libri më I bukur. Është një burr që nuk do të na kthehet më javën që vjen, besoj. Me këtë burr I mbyllën punën deri apo. Me burrin e kësaj. Tani, ne do të shkëputemi për pak hapësirë publicitare, pak lajme edhe shumë thashë theme pastaj. Kjo këngë Coloretto më afroi më shumë me kryeminist, me presidentin në fakt të Francës, I cili po kalon orë të vështira që nga ajo shpulla që hëngri kështu si me shaka, të paktën siç tha. Jam shumë pranë. Tu duk si shpull, se mua më duk më tepër sikur ishte një kapje nga hunda. Dukje. Po, një kapje alla Kanan. Ti e Kanani, va, nga hunda. Por për këtë gjë nuk do marrin vesh kurrë se si është e vërteta. Edhe pse kemi video. Se ti deshe fakte dhe ja në këtë rast faktet I ke. Ai nuk e denoncoi, sa që po bënim shaka. Siç thon zakonisht gratë kur pastaj ku do, sepse po zbrisin në Vietnam. Ku do e denonconte? A sa shkojnë në Francë me ligjet e cili shtet do donte ta denonte. Dhe tani por të paktën e kuptuam se kush I bën ligjet vërtet në Francë. Në Francë. Kush mban pantallona në Francë? Macroni apo gruaja Macronit? Dhe nuk është çudi që të kenë ndru për diçka koti të tipit se kam përsëritur mirë vjershën. Ja, un po mendoj diçka tipit. Prapë ke lënë pa ulur, ulsen e tualetit, prapti bam shpull. Sepse ti e di Blerina që është Shiko. Pushteti në vend si Franca është të krijon tensione shumë mëdha. Po. Dhe gratë nuk e mbajnë dot. Po, jo, unë do thoja që kështu është kur e zgjedh gruan zysh. A pse është zysha ajo? Ka qenë. Po pas ka qenë ato zysha që kanë dorë. Ka qenë pra zysha këti, pse si u njohën këta? Ja, nuk e kam hyrë aq thellë. Po pse? Të gjitha do t'i them unë tani. Unë nuk e di ku I dëgjoni këto gjëra, më sill video dhe fakte, kaq di të them. Do të flas pak për një vend si Suedia. Pikërisht. Në Suedi ka ndodhur diçka, nuk e di a quhet e bukur apo jo, po një fenomen që ka krijuar një lloj kështu tollovie, po themi. Dhe pse mos t'ia qajm hallin ne nga këtu ku çdo gjë e kemi në Terezi. Po pra, në Suedi shteti ka vendosur të krijojë një gjë që quhet topi kulturor. Topi kulturor? Po. Ku nuk I referohet asnjë lloj forme apo ngjashmërie Bamir topit, flamur topit dhe gjithë topave të tjerë të Shqipërisë. As top Albania Radios. Këtu nuk do thoja sepse bëhet fjalë për një top kulturor ku shteti ka vendosur të ndërtoj 100 punë, po themi që mund të jenë punë artistike, të cilat përfaqësojnë Suedin.
Pra kanë ngritur një grup akademikësh, të cilët thonë topi jon kulturor është ky, me 100 vepra. Ndërkohë që ka hapur dhe lojën për publikun, pra nëse publiku do të fusi diçka tjetër si top kulturor. Që nga pak si listat e hapura. Le të themi, por vetëm se shumë serioze. Për arsye pse po bën shteti suedez këtë, është për të krijuar mundësi emigrantëve që të njësohen me kulturën e vendit ku duan të emigrojnë. Pra ti shkon në Suedi dhe thua, po ç'është Suedia? Tash thua, hajde këtu ti Kanan. Zgjidh një nga këto 100. Zysha. Zysha Macron do thotë, hajde ti këtu ti Kanan. Kjo është Suedia. Janë 100 lista 100 veprave që duhet konsultosh. Tani në një vend si Suedia kanë filluar edhe, si më thënë, ato gjërat me rigon, të tipit njerëzit, meqense një nga kushtet për të futur në këtë topin kulturor të Suedisë, duhet që veprat jenë 50 vjet të vjetra. Mos jenë korrupsione. Ata thonë, po mirë, po veprat që kanë krijuar vet emigrantët këto vitet e fundit, që nuk u lejohet të hyjnë në këtë topin kulturor, e tjera, që janë debate shumë të shëndetshme për një shoqëri që është çiksi e shëndetshme, por janë shumë absurde për një shoqëri që është ndërkohë me një shoqëri terminale si kjo jona. Ne si fillim objektiv kemi të bëhemi Italia e Evropës. Pastaj kismet, ndoshta në 300 vitet të ardhshme, do kemi llastiqet tona kulturore. Do kemi shansin edhe të mendojmë si Suedia e Evropës. Tjetër ke? Jo, desha thosha 2-3 gjëra që janë futur te ky topi kulturor. Për shembull, një nga gjërat është kjo, nuk e di se çka një emër në pra është e drejta për të pasur akses në natyrë. Pra është një lloj ligji, nëse di ku secili ka të drejtën, pra është edhe ligjore, por është edhe një traditë e vjetër, secili ka të drejtën që ta gëzojë natyrën. Dhe jo vetëm natyrën në ato dy gisht që të lë shteti publike, por edhe nëse është një tokë private. Edhe natyrën e shtetit. Jo, edhe natyrën e privatit. Pra nuk është se ai ka zënë atë, si më thon atë tokën e vet, pyllin e vet ai pronari atje thotë mos shkel këtu. Ti ke të drejtën të shkelësh në çdo vend që është natyrë. Dhe madje edhe të bërtasësh, Blerina. Në natyrë. Edhe të bërtasësh dhe të ulerasësh dhe të flasësh me vete dhe ku diu se çfarë, sepse nuk ka asgjë që mund ta përjashtoj dhe pengoj një suedez për t'u gëzuar natyrës. Pra unë mund të futem dhe tek oborri jot në Surrel. Nëse ka natyrë aty. Morë vesh ti. Me ty e kam. Unë? Jo, se kam e di ti mirë me kë e kam. Ashtu dhe. Pasa kanë edhe këtë gjën, ku diun, ka një gjë që quajnë fika. Mos e shkoj mendja për keq, por është një lloj tradite. Se unë që flas italisht. Është një lloj tradite për të lënë punën dhe për të pirë kafe. Nuk është thjesht pirë kafe. Kjo është okasiona. Jo, nuk është tamam domethënë, sepse mund të ndodh, nuk ka rëndësi kur ndodh, por edhe kur ndodh gjatë punës dhe ti ke nevojë për këtë pirën e kafes, për këtë fikën tënde, po themi. Askush, asnjë nga nuk mund vi shefi thotë, ku shkon ti? Fika. Ashtu dhe. Pra është e drejta jote për të pasur fikën tënde atëherë kur të vjen. Unë kam vetëm një problem me kategorizimet. Domethënë thjesht më duket sikur sa më shumë shtohen, aq më komplekse dhe komplikuar bëhet jetesa. Domethënë sa më shumë kategorizime, nëse nga një anë mendojmë që na e thjeshtojnë jetën, por këto përgjithsisht lën jashtë ato sfumaturat që ne si qenie njerëzore suedeze kemi. Pra ti nuk e gjen veten tek Suedia me sa shoh. Te ky me top, te Suedia me top ajo. Te topi kulturor suedez nuk e gjen veten. Jo, nuk e gjej. Atëherë nuk do futesh në Suedi. Pra vetëm rrugë për në Suedi është përmes topit të tyre kulturor. Okej. Ashtu dhe. Ja, kongeleja. Jo se ne kemi babamondin ton që mund ta bënim top kulturor, po kush ta bëj? Kush? Meki. Ku jemi i dashur DJ? Ta lëm DJ ka që ndodh nga këto biseda me suedira, me gjëra me topa kulturor, thot boll. Çfarë do fusesh muzikë? Reklama. Reklama. Edhe më mirë, reklama. Dhe tani do të hyjmë në zonën gri. Të thash të themit. Jo. Makar. Kjo është shkencore në fakt. Jo, do hyjmë në zonën që edhe është shkencore, po edhe s'është shkencore. A mund quhesh shkencor një fjalor i 1980-s? Po.
Ai që do të vi nuk e dim. Po flet ti apo po flet Skënder Gjinushi? Ai që do të vi nuk e dim. Po deri aty fjalori i arshëm është premtuar nga kryeministria që do të bëhet me ChatGPT. Okej, Sikurse çdo gjë në këtë vend do bëhet me ChatGPT, sepse kryeministri ka krijuar idenë që ChatGPT është një ministër më i mirë se gjithë ministrat e tjerë që ka. Dhe nuk do ta vija shumë në dyshim. Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, këtë deshet thuash apo jo? Jepi. Ja ku jam. Te gërma D. Kaluam fjalë shumë të bukura. Dardhore, dardhak, dardhuke. Po dangallin. Ashtu. Kaluam shumë fjalë të bukura me D. Dardhishtën, dardhuklën. Do të vazhdojmë aty ku e lam te dara, që është për ata që s'e din, është një vegël e metalt e përbërë nga 2 krah me kokë të harkuar, që lëvizin si gërshër dhe shërbejnë për të kapur e shtrënguar diçka, a për ta shkulur një gozhd, për shkulur dhëmb e tjerë. Mund të ketë darë të vogël, darë të madhe, darë marangozi, darë kovaçi. Dara kovaçit nuk ekziston më, se as kovaçi s'ekziston më. Darë dhëmbësh, shtrëngon me darë, kap me darë, shkul me darë, nxjerr, heq me darë, e këputi telin me darë. Në ushtri, Blerina, darë quhet një rrethim që bëhet duke i marrë armikut njëkohësisht të 2 krahët dhe që vjen gjithnjë duke ngushtuar derisa e detyron atë të dorëzohet, ata asgjësohet. Darë e hekurt. E mbërtheu në darë, u mbyll dara. Nuk shpëton dot nga dara. Kemi edhe një kuptim figurativ. Darë quhet gjendja e rëndë dhe pa shpresë që ka mbërthyer diçka dhe që vjen duke u keqësuar vazhdimisht. Dara e vështirësive, dara kontradiktave, dara e krizës. Dara vdekjes. Kjo më pëlqen shumë. Dara e vdekjes. I mbërthyer në darë. Në këtë rast mund të jetë i mbërthyer në darën e mafjas. Dara e spakut. Po, jella. Një tjetër shprehje, janë nxjerr fjalët me darë. Pra detyroj dikë që të më thotë ato që di, janë nxjerr me zor, përpiqem shumë që ti nxjerr nga goja ato që di. Pra që ti janë nxjerr si me grep. Fjalët të vërteta e tjera. Ja shtrënguan darët dikujt. Këtu më sugjeron fjalori që të shkojmë të shohim tek shtrëngoj, pra të thellojmë tek shtrëngoj. Por ne nuk do presim më gjatë sepse e kuptojmë edhe vetë se çdo thotë ja shtrëngosh darë dikujt. Darë prerse është një lloj dare që përdoret zakonisht për të prerë telat. E këputi me darë prerse. Kam fatin e madh kem parë e të kem mbajtur në dorë një të tillë Berina. Një darë prerse. Po. Është si darë, po dhe nuk është si darë, sepse është darë prerse. Një tjetër fjalë e bukur dhe e përdorur shumë rrallë, pothuajse kurrë e shqipes, është ndaj folja darka darkës. Qysh? Po si themi hera herës? A ikëm nga dara, jemi te darka. Po, është dhe darka darkës. Pra dark për dark, çdo dark, çdo mbrëmje. Darka darkës. Shto diçka vet këtu. Nuk i ngjan. Jo, nuk është kjo Blerina, pra nuk po krahasojmë një dark me një tjetër, por është diçka që ndodh çdo dark. Darka darkës mendoj. Ajo filloi të zhvish. Jo, sa kjo është një gjë që ndodh brenda një darke. Po desha thosha darka darkës, mendoj që jemi si Italia. Darka darkës, ai filloi të kërkonte verëra dhe më të shtrenjta. Derisa darka darkës ngriti tek Romane Conti. Çfarë kemi tjetër? Një fjalë shumë e bukur, shumë e bukur. Darkaik. Të se kam dëgjuar. Asun. Në botanik është rrënja pazis. Ja, pse? Pra, ne kemi një bim me një emër të mërësisht të shëmtuar, pazia. Që paska rrënja saj ka një emër kaq të bukur, Darkaik. Darkem, folje vetvetore. Shishe. Po, kur un ha dark apo kur un darkoj. Darkem. Darkem. Ku je po darkem? Po darkem vetëm, po. Po mund mos jesh dhe vetëm, po darkem me ku diun, me Blerinë. Po. Po ta thuash ti e prap vetëm. Po ta them unë, nuk jemi vetëm. Dark e dim gjithë se çfarë është ushqimi që ham një mbrëmje, ngrëna mbrëmjes, koha kur ham ushqimin e mbrëmjes etj etj. Por darka ka disa kuptime. Kuptimi i dytë, gosti që shtrohet në mbrëmje për derë të dikujt, apo për ndonjë rast veçantë, pra dark zyrtare, dark madhështore, dark jam do mirë, darka e nusës, darka e dhëndrit. Shtroj një dark. Një dark. Po. Dark është dhe koha pasi përndon dielli, mbrëmje. Dark vonë, në orën 10 të darkës. U bë dark, erdhi darka. Vinin darkave për të bërë seks. Nuk shkruan në fjalor një gjë të tillë. Në fjalor thuhet vinin darkave për të biseduar, po unë e kuptoj që çfarë ka në një organ. Po çfarë kishin për të biseduar ata në dark?
Pra vini darkave për të biseduar. Për zgjedhje. Po ky e zuri darka në rrugë. A nuk të duket që fjalori flet për një prostitucion të fshehur? E zuri darka, ka zuri darka në rrugë. Ç'është kjo të zinë ka darka në rrugë kështu? Vazhdojmë. Kuptimi tjetër i vjetruar. Darka e pashkëve. Ja, pra është mbrëmja para një feste fetare, darka e pashkëve, darka e Bajramit etj etj. Po pse është e vjetruar? Sepse kur është bërë fjalori, nuk ishte as pashk, nuk ishte as Bajram. Po unë mund të them që është e rinuar, pra është një përdorim i rinuar. Mbrëmja para një feste fetare. Ama kemi edhe shprehje, dark për kokën e darkës. Pra do një darkë e pasur, me të ngrënat pira të shumta. Shpreha s'kishte shtihante miu pas darke. Ku supozoj që këta njerëzit jo vetëm hanin çdo gjë që kishin, por edhe lëpinin mirë pjatën. S'kishte asnjë darkë buk. Pra kishte mbetur thuajse fare pa buk, pa miell. Pra nuk i dilte as për një darkë. S'kishte asnjë darkë buk. Osh frazë zez. Ku e zë dreka, se zë darka. Këtu po flasim për dikë që e njohim ne. Dhe ka edhe charter privat. Ç'përshtyn në mëngjes e lëpin në darkë. Edhe këtu flasim për të njëjtin person. Po këtu duhet ta thellojmë duke parë tek lëpi. Të vazhdoj edhe pak me darkën unë apo? Me të lëpi mos shko. Jo. Darkëçik. Darkëçik është në etnografi, është darka që shtroi për nusen kur shkonte për herë të parë te prindrit e vet pas martesës. Pra kemi darkëçikën sot. Gjan sikur do ham çikën, po jo. Në fakt është i dark përndër të çikës. Darkëçik. Është dhe pastaj një fjalë shumë e bukur që përdoret kryesisht në libra, po unë nuk e kam dëgjuar. Nuk pa ka zënë vesh, dhe s'ma ka thënë njëri në vesh ndonjëherë. Dark hair. Është koha e darkës. Koha kur ngryset mbrëmja. Pra, takohen çdo dark hair. Erdhi në dark hair. Po. E bukur është, po po se si e gjatë. Si e tepërt. Po cool. Le duam gjatë të thjeshta. Për shembull, tashmë është dark hair. Kur të vim te rëja, do them, a di se do e përtas ato reklam apo jo. E lam tek, okay, dhe darkohem që ha dark, e qartë, darkoj ha dark dhe kjo. Darkoj mund të jetë edhe të japësh të haj dark dikuj, e merr. E lam tek darova Blerina, mbaj. Po, shënoje. Do rikthehemi javën që vjen me fjalorën e gjuhës shqipe me fjalën darov, tani ikim me një blok dark rlamash. Po është një unplugged i bërë në atë vendin e poshtë që quhet Greqi. Më duket se është i bërë dhe në Athinë madje, turp që do vi. Dgjoj, kjo çfarë do të thënë when the smoke is going down, kur të del tymi? Po nga poshtë. Se di fare çfarë do të thënë. Blerina, do të pyes ChatGPT-n, i cili ka filluar që para se të kthej përgjigje, çdo shqiptar i pyet njëherë kryeministrin. T'ia kthej po thot ai, fap, kthe përgjigje. Po çati thotë? Lajme të mira. Kam një dy. Un kam shumë. Kam një dy që ishin vërtet mira. Un kam ca që janë më të mira se tujat. Për shembull, në gjirin e Gramës, policia kishte shpëtuar 4 turistë gjerman dhe francez, të cilët kishin humbur, nuk e di, mes peripecish një aventurë. Mirë ky Blerina. Që i gjetëm. Më fal. Po ata të varfrit e gjirit të Gramës që do i kishin si ushqim. Do ushqeshin me këta turistët që ngelën pa ngrënë. Atëherë mund të jetë kundërta. Ndoshta turistët kanë gjetur policët dhe i kanë dorëzuar. Mund të jetë edhe kështu. Sido që ta marrësh, vjen mirë që ti do ta kthesh këtë lajm të mirë. Në një lajm të mirë. Blerina, çifti nga Slovenia që po shëtit botën në këmbë vjen në Shkodër. Ky është lajmi i mirë. Lajmi i keq është që ndoshta përfundimi udhëtimi i tyre përfundoi. Mund të përfundoj aty sepse mund vendosin të mos ikin më nga Shkodra. Qartë. Tentoi të korruptonte punonjësin e policisë rrugore për të shmangur masën administrative, arrestohet 38 vjeçari në Durrës. Ku ke parë ti kështu? Shteti. Kam parë në Dibër. Ma thuaj. Shqiptari në Londër shpëton vajzën 7 vjeçare nga mbytyja. Nuk po i hyj lajmit, por lajmi mirë. Jo, lajmi mirë është që shqiptari në Londër nuk merret vetëm me drogë. Merret dhe me notë. Pastaj nëse rrugës shpëton dhe një fëmijë nga mbytyja, edhe më mirë. Në fundit ti po shpëton një klient të së ardhmes. Që ta kesh klientët të drogës të ndërtuar. Po. Kam një tjetër lajm të bukur Blerina. Kam disa. S'di nga tenis. Se desh na shpëtuar. Gjysma po rin në Britani. Gjysma të rinjve në Britani do para përqenin një botë pa internet. Lajmi i mirë këtu është që unë që kam një gjysmë i ri britanik.
Por ky është një lajm i mirë për mua, nuk e di është një lajm i mirë për gjithë të tjerët. Domethënë ka vajtur aty ku nuk mbanoi pila. Po, faleminderit. Publikus të fal. Po në Britani, një lajm i mirë gjithashtu për mua dhe për gjithë të tjerët, vaksina e parë kundër gonorres. Ka filluar të Më fal, kur është për shqetësuese gonorrea? Më fal, po ti nuk ishe shqetësuar që jeton një botë ku s'ka vaksina kundër gonorres? Unë jam shumë i shqetësuar. Unë mendoja që jetoja në një botë ku s'ka gonorrea, me thënë drejtën, dhe isha shumë e lumtur. Tani sapo mërzita pak, por gjithsesi u gëzova. Po më fal, po ti ku jeton këtu? Nuk e pe gonorren e zgjedhjeve? Si shpërtheu gjithandej? Në Gjirokastër pas ka një festival ndërkombëtar i muzikës klasike, Gjiroklasika. Ku nuk gëzova, sepse kur e pa një Gjiroklasika thash, ç'është kjo fast food që kanë hapur në Gjirokastër? Me Gjiroklasike, çfarë do Gjiroklasike? Po jo, që nga festivali. Edhe ndërkombëtar. Dgjoj, është viti i parë besoj që bëhet apo na kanë shpëtuar edicione të tëra pa ngrënë. Blerina më lejo të them që është i pari dhe i fundit. Siç e do tradita e iniciativave kulturore shqiptare. Bëhet një rubam bum. Ikën ministri, ikën ai që e bëri, ikën ai që do merrte lekët, ikën ai që jepte lekët edhe e qartë. Ikën dhe festivali. Por nuk po flasim për këtë, po flasim për ca festivale të tjera. Po. Që filluan me atë festivalin Gjirokastër ç'bëhet? Me të kujt më? Festivalin folklorik të Gjirokastrës. Po tani mbaj, ku do Gjirokastër Blerina? Te folku atë klasike? Apo te Gjirot? Do fast foodet të heqin fare festivalet. I heq ky. Thuaj dy herë po desha. Urologët. Hajde. Ky ishte jo lajm. Ç'të them? Në Blerina, Shqipëri se ti nuk ka fajs. Ti nuk e faj se ti nuk je një burr që kur duan ti bëjnë një kontroll prostate ja bëjnë me gisht. Açat. Jo, është fakt shkencor, por tashmë kanë shpikur një gisht robotik. Dhe ndryshe nga ç'mund mendohet që nga shumë fleksibël sipas lajmit. Kjo është për të shpëtuar doktorët. Pra për mos i detyruar më ta bëjnë në mënyrë manuale këtë diagnostikim. Blerina, problemi më i madh që un kam identifikuar në këtë kontrollin e prostatës, procesin e kontrollit të prostatës me gisht, është që ti ngatron gishtin pastaj dhe jo, këto janë gjëra që ndodhin mbrapa te dhe ti nuk ke si ti dish. Por gjëra që ti kur po pret këtë kontrollin e prostatës, do dohet kishe një sy mbas koke për të parë ç'po ndodh vërtet atje. A është gisht roboti? A është stetoskop? A është një termometër? A ku diun se çfarë është? Dhe megjithatë, a ka vërtet njëri mbas teje? Apo janë gjitha pjellë e imagjinatës tënde? Tashmë zgjidh. Është një gisht robotik shumë fleksibël, të cilin ndoshta inshallah na jepet shanse ta kemi një gjithë në shtëpi. Ta kemi aty, si dihet, për raste. Vi njerëz për vizitë në shtëpi. Ka një problem të papritur të prostatës. Shqiptarën e tham në Londër, po e tham. Vaksinën e tham. Pas kanë bërë nëse transplanti i parë në histori i fshikës urinës. Edhe kjo një lajm shumë i mirë. Rrjeti i krimit kibernetik rus shkatrohet pas një operacioni global. Nuk e di si të bën të ndihet ty ky lajm, po mua më bëri të ndihem shumë mirë. Dhe dua ta mbyll me një lajm të jashtëzakonshëm. Në diku në Amerikë, e dija vendin, po ja ta gjej se ku. Më duket se në Pensilvani, mos gaboj. Aty ndodhen këto me. Jo, në Delaware. Kanë gjetën rastësisht një kamion të madh të lënja të rëndit aty në mes të vapës. Plot. Me me mira zogj pule. Të gjallë. Po të gjallë, më të gjallë. Me salmonellë. Sa dhe kishin ngordhur të shkretët se s'kishin mbajtur, ishin pa ushqyer të pa. Pra, një dramë e madhe për njëri që i do zogjt e pulës, si puna ime. Po pra, kjo nuk ishte lajm i mirë. Jo, lajmi i mirë është që këto që mbjetuan 5000 copë u adoptuan Blerina të gjithë. Dhe jo thjesht u adoptuan, po adoptuan nga njerëz që nuk do i hanë. Sepse ajo shoqata që u mor me adoptimin i bëri të shkruajnë që ti po adopton këtë zog pule dhe nuk e do për ta ngrënë. E qartë. Për shembull, nuk do doje ti një 2-3 zog pule nga këta ti adoptoje. Të bëni shoqëri mbrëmjeve, të shifje Netflix me këta zogjt e pulës. Ciu. Po tani që hoqa Netflixin në kolo. Ko të bëj dhe vezën e freskët në balkon. A hoqe Netflixin? Vezën mund t'i ham. E po, atëherë të duhet diçka më shumë se sa një zog pule, se me kë do bësh mohabet. Se zogu pulës ta bën një ciu, po më shumë. Ti do më shumë se një ciu, me sa kuptoj. Po. Edhe më shumë se sa një Netflix, po. Blerina, atëherë ti ndoshta duhet të adoptosh një orangutang. Se nuk po guxoj të sugjeroj një kamion, një boa. Ikim nga lajmet e mira.
madje me një lloj shpejtësie, I dashur Kedos. Dhe me ndonjë lloj hare dhe gazi me një grup reklamash. Prapë me reklamat. Oh. Ky ishte Gim Krajka, ky ishte kompozimi I Gim Krajkës që bënte disco në 87-ën, 88-ën. Dhe ishte tamam si një fluturim në një kapsul, fluturim në kohë. Blerina, unë për një moment mendova që po mos e dëgjoja shqip, thash unë jam në Brooklyn. Ku luhet lloj muzike domethënë që si ka dëgjuar ndonjëherë veshi, po të mbushin për brenda. Jemi pothuajse drejt fundit. Pothuajse në fund un mund të sjell një trend të ri mes çifteve, Kolo? Kam dhe unë ca trende që do të hedhi nga karrikja. Sepse e para, koha gjithmonë e më pak e mjaftueshme për të kaluar në çift detyron së fundmi shumë bashkëshort që edhe seksin ta bëjnë me programim. Pra, domethënë ti thua e dashur, çfarë do bësh të enjtën për shembull? Jo, të enjtën e 2 muajve më mbrapa, po. Çfarë do bësh të enjtën e parë të shtatorit? Eksakt. 2025. Kjo është gjë e fundit domethënë. Do bëj seks me dikë tjetër. Mirë. Po, si e ke nëntorin të lirë? Dhe në fund e pyet ore kur e kam radhën unë. Kjo është. Domethënë, ideja është që të mbajmë akoma brenda vitit ta kesh një radhën. Po, dhe të mbash akoma gjallë frymën e grupit. Frymën e skuadrës brenda çiftit. Sepse po se mbajt ti dikush është duke mbajtur gjallë frymën e skuadrës brenda çiftit. Lerina. Po. Tash nuk di nga tenis, nga gjinjtë e femrave, nga ata që bëjnë kështu që praktikojnë nga këto me lidhje me pranga, me gjëra, me si quhet ato BDSM-ja, do të thënë. Apo për rënien e numrit të lindjeve. Për këtë do të dish. Nisim smooth themun, nisim kështu. Me gjin femrar? Jo, nga rënien e numrit të fëmijëve. Po pra, atëherë po flas për atë që më pëlqen më shumë nga gjithë këto. Të gjithë ata që praktikojnë po themi seksualisht praktikojnë bondazhin, lidhjet, ku diun shtrëngimet, prangat. E ke parasysh kur dikush të lidh në hotel për një eksperiencë veçantë dhe mas 3 ditësh ty të thahet buza dhe vërtet më të madhe derisa vjen hoteli hap thyen derën. E kam parasysh shumë mirë. Këta na që nga njerëzit që kanë nga gjithë këta po themi që eksperimentojnë me seksin, por edhe me ata që bëjnë seks të rëndomt në po themi me orar, njëri përmbi tjetrin. Thjesht njëri përmbi tjetrin. Këta me kështu me bondazhe kanë profile psikologjike më të shëndetshme. Çfarë thua? Po, këta në saglam nga mendja, nga gjithë ne të tjerët. Unë thosha, "Ore, po se çka mundi gjë, sa mirë." Po ja pra bëj çik bondazh, I thash vetë, pra bëja dialog me veten. Dhe jo vetëm janë shumë mirë Blerina. Po. Por janë të qetë. Janë domethënë nuk kanë nevojë për psikolog e tjera. Tani. Gjithë ky studimi ka dalë një revistë që quhet Zhurnal I homoseksualitetit. Kështu që nuk di ata besojmë apo jo. Po është për të gjithë botën seksuale apo vetëm për pra është dhe për hetero dhe për Po nuk e blej këtë revistën. Pra e lexova diku në internet. Ndërkohë kemi një shpërthim, kemi një jailbreak. Skuadra juaj e preferuar. Wow. Nuk i vetëm për herë të parë më. Erma Mici, I mbyllëm diskutimet për të rritur këtu. Po sepse na erdhën të rrit. Aty ku fillon domethënë të erdhi brezi I ri. Po flisin për homoseksualitetin Erma dhe menduam mos ju shqetësojmë programin. Nuk e doni mendimin tonë për këtë gjë. E duam patjetër. Atëherë ç'mendim keni për marrëdhëniet bondazh, pra me lidhje, marrëdhënie seksuale me lidhje dhe me shtrëngime dhe me pranga. Në një revistë homoseksuale. Tani unë mendoj që preferencë secili. Ti përgjigjen me Super, nuk kam nevojë të flas më. Po pse specifikisht një revistë? Erma ti bën shumë pyetje dhe prandaj në bondazh të mbyllin dhe gojën. Po mirë, po sikur të pyesim, të fuzin dhe çorapën në gojë. Të pyesim ne ty një herë. Të lutem, jam shumë I hapur për çdo pyetje. Keni sa të njëjtën pyetje. Ai sa po e tha, bëj tamam, cila është pyetja jote? Çfarë mendon për marrëdhëniet? Jo. Çfarë mendon për marrëdhëniet seksuale disi më, domethënë që futen këto elementet fetish, prangat. Jam shumë jam përpjekur të realizoj në jetën personale, kam thyer krahun ja 2-3 herë. Shpesh kam përfunduar dhe me humbje shikimi.
Ti je sigur që do detajet në radio? Tash un po të jap hinte, Mirë, do të bëjmë një pyetje kolo, do të bëjmë një pyetje kolo. Do vimi ne tani në rolin e intervistuesit. Çfarë mendon ti për marrëdhëniet Livando? Marrëdhëniet Livando, mos janë ato që bën në një fushë me Livando? Te loja nuk ishin mbritur akoma. A mund nuk e njoh marrëdhënien Livando, po të më shpjegosh me dy fjali? Marrëdhëniet Livando, një homoseksual martohet me një vajzë në mënyrë që të fshehë homoseksualitetin e tij. Po kjo s'është më marrëdhënie, po kemi ikur nga seksi, këtu jemi në Po këto janë martesat civile, vetëm janë martesat Livando, kështu quhen, kanë filluar domethënë të quhen në ditët e sotme. Tani kjo vajza e Livandos e di që ky burri Livandos është. Kjo e di. Se kështu është. Po kështu marrëdhënia, domethënë kjo është kontratë e pashkruar disi. Paguhet? Ja, tash. A janë dakord të dyja palët? A janë dakord? Ç'të paguaj? A janë dakord të dyja palët për këtë gjë? Po janë dakord, prandaj ndodh. Po kush jam unë që tu hyn mes? E ti them si jeni mirë. Jo, ç'a mendon ti po them unë? Unë kam tentuar dhe unë disa herë të hyj në një marrëdhënie Livando, po nuk kam gjetur homoseksualin e dur. Okay. Që donte të martohej me mua për të fshehur homoseksualitetin e vet. Unë them t'ua marr pak kolon. Po merr. Po nuk do pyesim se çfarë do ndodh mas orës 8. Ne kemi një rubrikë shumë interesante për sonte që ka të bëjë me se nuk e di sa brenda astrologjisë apo sa qefe keni, nuk e di këtë pjesë, por gjithsesi ne jemi brenda, por ne s'kemi dalë akoma do të flasim astrologji. Janë të updateuar deri në detaje. Atëherë ne do të flasim se si për shumë njerëz që ndjekin rrymën hip hop me shumë gjasa, reperi i tyre i preferuar ka shanse që të jetë binjak. Dhe kemi shumë reper binjak? Kemi mjaftuar shumë. Ka goxha që dhe revista e homoseksualitetit që po flisni, flet për këtë, për reperët e binjakut, po. Po. Sepse shpesh janë binjak, po janë dhe homoseksual. Do ta lidhim, pra patjetër do ta lidhim me. Po tash ka dualiteti njeriu. Mezi po pres t'ju dëgjoj mbas orës 8. Unë do ri këtu. Do postojmë thjesht ai kultuar. Me shumë kënaqësi dhe të na bashkohesh Biles. Dakord. Unë kam një seans bondazhi dhe më duhet mirë në rregull, s'ka. Më duhet largohem. Kam një seans bondazhi. Mirë, unë dhe Kolo do largohemi për të rikthyer thënën që vjen, sot nuk është e hënë, ndërkohë që ju lëm me Lancho. Thank you.